Dalton and Friends. Përshëndetje, ua çfarë entuziazmi në radio. Wow. Jo, sepse është ngrorë koha, kam arbrin afër. Mbi të gjitha. Tani në pjesën e parë jemi me syze diellin, se ka filluar zgjatet dita. Sa njësi e bukur. Në pjesën e dytë pastaj bëhemi natë. Jo, më vdes për këtë kohë, tani zgjatet dita, sikur gjërat duken më. Ai që ke zhveshur Leila. Pak si shumë për Rozanen sot jam zhveshur. Fllad pranveror. Ta respektoj Rozanin ashtu si duhet. Fresk. Besoj e keni parë të gjithë postimin që sot do të kemi të ftuar Rozana Radin në pjesën e dytë të programit, por në këtë pjesë të parë do të vazhdojmë ende të flasim për gjithçka që ka të bëj jo vetëm me përfundimin e Big Brother Albania VIP, por me çfarë po ndodh më pas. Duke qenë se prej kohësh tashmë komenton, po merret edhe me pjesën e marketingut, do të jetë Anajt Kaloti në një lidhje me telefon. Një tjetër Big Brotherist. Fitues mbi të gjitha, do të jetë në studio për të folur me ne për gjithçka që po ndodh, çmimet, shitjet. Kush kërkohet, kush nuk kërkohet. Jam kurioze kush kërkohet më shumë. Në fakt, keni ndonjë parashikim ju? Nuk e di. Kush kërkohet? Arbër kush? Ata që kanë dalë nga Bigu thotë di. Saga Pao, mama e lërë të kërkohet më shumë nga gjithë mendoj. Nuk e di Loredana apo Bonamin, jam shumë kurioze të dëgjoj faktet se kështu parashikime kemi. Ti sa do paguaje për kë për shkak? Nëse do kishe një biznes të fuqishëm. Biznes? Ja, Loredana do e paguaja ja. Sa? Ku ti unë 1-2 Që ka biznes manager ka shumë dorë lëshuar. Sa do të hago? Nuk jam dorë lëshuar. Ja, do e hudhje lekun. Do e hudhje lekun. Jo, dëgjoj, edhe Rezarta apo Bonamin janë shumë që kur i shoh statistikat në Namin mos shiko ti çfarë postojnë se mund të jenë me clearing. Jo, unë di ku e kuptoj, të send, që kanë shumë send. Ke parasysh që dërgojnë njëri tjetrin. Pra kanë vizibilitet, po vizibilitet se këtu shifet se sa. I paske pa me këtë sytë, domethënë, thotë që ca lekë pas keq më janë super. Tani po e dinte, po e paska po gati dyshe kujt e japësh vetëm ide. Një dyshe shumë këtu të madhe. E dinte për çfarë do flisnim sot dhe ka hyrë ka bërë search. Kë kanë shpërndar më shumë njerëzit? Dhe japi një dyshe për çfarë? Dëgjoj, edhe Eglin e ndjekin shumë, se e shoh që ose nuk e di tani thonë që shiko këtë, ç'a thot kjo ose. Po ti për çfarë do japë të dyshe? Vetëm të dalë aty në story thotë lej kraje më e mirë. Lej kraja, faleminderit për sponsorizimin. Lej kraje magjishme 2000 euro. Tani do paguaj unë tani e di që bizneset kanë më shumë buxhete, kështu që nuk është habi sepse realisht nëse një person të jetë e rëndësishme është që pas Big Brother janë të gjithë në qendër të vëmendjes, janë të gjithë të kërkuar, janë të gjithë që janë të preferuar. Kështu që Big Brother, si ata që janë finalist, si ata që hyjnë që prej fillimit ose dalin më shpejt, besoj që e kanë arritur qëllimin e tyre për të bërë pjesë e një formati si ky. Më shumë sa e kanë ndjekur sidomos ti këtë vit, për shkak edhe të mikeshës tënde Rozana që do ta kemi pas pak. Un kam vështrimin se të ka lindur pak një lloj nostalgjie kështu për të rifutur prapë apo jo. Jo, fare. Do e bëj këtë sakrificë? Jo, jam në një fazë të jetës që nuk më duhet gjithë ajo ngarkesë emocionale, domethënë nuk besoj që do ta përballoj dot. Për shkak të gocave dhe Andit. Mendoj që personazhet që kanë fëmijë sidomos, që zgjedhin të hyjnë kanë akoma edhe më të vështirë. Do shikoj vitin tjetër unë të brenda atje. E para s'më ka ardhur kurrë një propozimë. Bëj këtë si thënë edhe një herë qysh. Ardh kur. Dhe së dyti nuk besoj që unë do isha dhe aq interesante, domethënë se do isha një mome e vërtet në Big. Mos thuj kur më thuj Kladi duke ngrënë u bë interesant, kështu që me gjërat. Jo, bëte shpella zemra ime. Që thoti lej para ca ditësh, ne na shfaqem, megjithëse mund ta themi se do të shfaqim linkun. Nuk e nxjerr, do të shfaqim linkun, gjetëm gërmuam në rrjete. Ky ishte një video e edicionit që jemi ne të dy. Edicionit të parë Jonida dhe të shikoj. Nuk
Si budallaqe, mami im se ka ftyrën si budallaqe. Çfarë si derm duket. Akoma më keq. Thashë jo nida është kjo, domethënë u habita, po pamjet ishin spektakolare. I ke pasur ata kalamajt që i merr kështu nëpër takime para fisnore dhe këtë i do ta pickosh kupton. Dhe ke lejë me vete. Ti thua një fjalë dhe leje nxjerr të gjithë, kupton? I shkon deri në fund çështës. Jam habitur me pamjet e Unides. Se ishte shëmtuar? Jo, shëmtuar. Ishe kështu si agresive. Nuk të kam parë më aty. Do kem qenë me nerva atë ditë. Thashë no. E çfarë strategjie përdorje ti në atë kohë? Asnjë gjë, zemra, u futa. Vytje për së gjalli. U futa, e kam shijuar shumë dhe kaq, nuk është se kisha ndonjë strategji. Dhe ja ku jemi. Dhe ja ku jemi le të njihemi. Po është eksperiencë vërtet shumë. Do të thonë një ditë me Big Brother, vetëm unë nuk jam futur, po hajt më, do ju analizoj juve sot. Lojen, strategjinë e Rozit, Anajdit. Mund të di. Mund të jemi ne që analizojmë strategjinë tënde një ditë. Ja, do ta zbuloj çfarë strategjie mund të përdorja unë në këtë edicion. Ha njëherë. Jo, po të ta zbuloj me Rozin. Okej, mirë. Nuk po ngacmojmë. Shumë strategji ta lëm surprizë. Ne do të bisedojmë Anajdin pak më vonë për shumë nga sepse ai ka ndjekur hap pas hapi, ka vite më të 4 edicionet. Ka vite që ndjek pas hapi dhe mund na thotë ndoshta më shumë për strategjitë e fituesve në veçanti dhe çfarë ndryshimesh ndoshta kanë edhe me njëri tjetrin atë. Interesante shumë. Ne do dëgjojmë tani Like Genie dhe do të rikthehemi pas publicitetit për të pritur Anajdin në studio. Na falni për frëngjishten, po tani do hyjmë në temë shumë të nxehtë. Një sekond mbajtë tema të nxehtë, di se çfarë dëgjova tani në publicitet e sipër. Çfarë dëgjove? Për një film personal Lej. E diti çka ka qenë Lej në të kaluarën e saj? Jo. She's Miss California. Po ti Miss California? Ti mos them që ki bërë artikull për mua. Wow, ta kanë bërë gazetarët se më kam Ne kemi në tavolinë kolegë Miss California, Miss World America dhe kam qenë, po nuk fitova gjë. Mirë, tani ta pyesim Anajdin, çfarë fiton Lei si Miss California në tregun? Përshëndetje. Në tregun e influencerave ndikon fakti që Lei është Miss California. Anajdi, jo. Ti vazhdon të jetë Miss California apo? Jo, ka kaluar zemra, vite më parë. Ja kalon stafetën në Brezit të ri tani është. Po, tani jam retirement. Tani është gati për një Miss Univers. Miss Galaktika. Anajd, mirë se vjen. Si është tregu i Big Brotherve. Direkt në temë Lei. Direkt. Pyete më njëherë djalin si është. Si e njëherë, si të kemi njëherë. Arbër je shumë korrekt, po ti korrekt. Tregu është janë nga më të kërkuarit me thënë drejtën për momentin. Disa nga këta që i përdorin më shumë rrjetet sociale, Danja, Loredana, Egli, normalisht i ka marrë kontratat e para të punës kanë përshtypjen se shumë nga brendet që me zuri kanë pritë që dalin i kanë firmos kontratat me këta. Me çmimet janë pak të egzageruar se është kjo periudha që kur dalin nga Bigu të gjithë fluturojnë nga pak. Kështu që po nuk kanë faj sepse avash ta gjenë dhe veten treg, domethënë sepse kanë dhe këtë kur dalin rrugë gjithë i takojnë gjithë shu e duket ve e di Arbri, e ka jetu këtë pjesë. S'kishim lek në atëre o Anajd. Atëre s'kishte rrjetet sociale. I jepnin përqafimet dhe fotot falas. Ama Anajd se ti një këshilltar shumë i mirë dhe ndërkohë ka edhe një sipërmarrje që drejton shumë nga VIP-at në rrugën e tyre për ta monetizuar, le të themi, famën e tyre. Ne të gjithë e dimë që kjo është një lloj fame që po nuk e shfrytëzove në pikun e saj siç e kanë ata sot, nesër mund mos jetë më piku i tyre. Pra, lozet me bet shumë të lartë nëse e kanë ta ngërllikun shumë të madh apo jo. Është shumë e vërtetë, Arbër, është shumë e vërtetë. Normalisht momenti kur ti je në fokus dhe gjithë kanë syt nga ty çmimet, qoftë në industrinë e muzikës, qoftë në industrinë e marketingut, influencers, Instagramit dhe me radhë, janë pikun e vetë, le të themi, në kulm, por që këshilla ime do ishte kjo, domethënë, që është më e rëndësishme të ndërtojnë disa kontrata afatgjata, sepse kjo fama Arbër nuk zjat shumë. Po, ne gjithë e dimë të po. Në rastin e vetë më të mirë e ka një vit atë ekuivalenten e suksesit të vetë qenurit në qendër të vëmendjes.
Kështu që këshilla ime do ishte të ndërtojnë kontrata gjata, ndërtoj sa më shumë bashkëpunime, sepse çfarë ndodh, momentin kur I mbajnë këto çmimet ku e diun stratosferike, ndodh që shumicën e brendeve automatikisht I përzin. Dhe bizneset tu Shqipëria është një fshat I vogël, komunikojnë me njëri tjetrin, thotë që doaj ka 5.000 euro një postim ose 3.000 euro një postim. Dhe automatikisht përjashtojnë një numër shumë të madh biznesesh që nëse do ndërtoni marrëdhënie afatgjata, base nuk do t'i merrnin aq lek sa kërkojnë, do merrnin 70% apo 80% atyre që kërkojnë, po do t'i kishin sigurta. Kush I ka çmimet më të larta anajt, pa përmendur çmime aktuale ose shifra, po kush I ka çmime më të larta nga Big Brother? Më të larta ato që kanë platformën më të fortë, kryesisht Gjesti dhe Egli, I kanë çmimet më të larta. Kurse më normale dhe më të justifikueshme, domethënë për ty marrëdhënie pune do sugjeroja Danjen dhe Loredanën. Okej. Anajt, se jam kurioz me që përmendë Gjestin edhe Eglin, a funksionojnë edhe si një lojtar I vetëm, le të themi, marketingu jashtë shtëpisë apo kanë përgjithsisht kanë propozime të ndara nga njëri tjetri? Harbër, nëse shuma do ishte e majme, do bëheshin bashkë edhe ku diun, le të themi Zhaku dhe Castro në këtë. Kështu që kam përshtypjen që është e gjitha është çështje te pagesa pastaj. Sigurisht që mund të bëhen bashkë. Edhe nuk menaxhmentet flasin me njëri tjetrin, I zgjidhin këto halle dhe për sa kohë emërusi për bashkë është interesi. Kam përshtypjen që do ishin gatshëm që të bashkëpunojnë jo vetëm në industrinë e marketingut, po dhe atë të muzikës. Po pjesa TikTokut kërkohet tashmë që është mbyllur në thojza në Shqipëri apo funksionon akoma edhe pjesa TikTokut? Ka pak probleme TikToku se shumica atyre që e përdorin janë me VPN. Po çuditërisht numrat nuk kanë rënë. Nuk është që kanë pas një rënje kush e di se çfarë madhe. Në krahasim me ata user që e përdorin. Po që përdorin gjithë të VPN, vetëm unë se kam telefon, se kam Asun nuk e kam. Anajt, përveç gjithçkaje që ne po flasim, që ka të bëjë me pjesën e famës edhe suksesit që t'jep Big Brother, ti në tërësi, duke qenë se u bën disa vite tashmë që analizon lojën e banorëve, si e ke parë këtë edicion të 4? Domethënë si të është dukur nga ana e syrit tënd, jo vetëm si ish fitues I këtij edicioni, por edhe sa I përket anës tërheqjes televizive që do publiku. Është duk më I suksesshëm dhe më I bukur se I treti. Dorë jetë më I keq se I pesti. Po personazhet kanë qenë goxha të mirë, domethënë për vetë faktin që kishin deri në minutat fundit një le të themi një garë që nuk e dinte asnjë se kush ishte fituesi, e bënte lojën më interesante. Gjithë diskutonin a është Gjesti, a është Rozana, pavarësisht domethënë se Gjesti kishte një influencë shumë madhe në rrjet, në showbiz, në publik, në popull, po prapë ishte I kontestuar çmimi deri diku. Ka pas shumë dinamika të forta, disa nga banorët që kanë dalë një nga shtëpia janë rikthyer prapë, kanë dalë prapë, më kupton? Ka qenë numra ka qenë I jashtëzakonshëm, le të themi. YouTube I Big Brotherit këtë vit nuk ka qenë ndonjëherë në gjithë historinë e jetës vet. Numrat në Instagram, faqja e Instagramit Bigu ka lërë dhe 1 milion followers, 1.100.000 duket ka shku. Primet mbas 24 orësh ishin gjithmonë 2 milionë gjys, 3 milionë djegës në YouTube. Kështu që interesin e ka pas goxha të madh. Anaj, ti ke patur një marrëdhënie dhe ke një marrëdhënie personale me të dy finalistët, edhe me Gjestin edhe me Rozanën, madje me Rozanën edhe në një farë sensi keni bashkëpunuar përpara sa I përket komentimeve që keni bërë, komenteve që keni bërë për edicionet e kaluara. Si ke parë ti këta dy finalistë? Unë Gjestin me thënë drejtën e kam pa ashtu siç e ka pa dhe Rozana Gjestin. Që thotë 2 javët e fundit le të themi Rozana brenda vetes se ndjente që Gjesti ishte fituesi Big Brother, domethënë. Ndërsa Rozana e kam pa lojtare shumë fort, e kam komentuar gjatë gjithë kohës si tillë, një lojtare me memorie shumë të mirë në lojë, me një pozicion që diti ta ruaj nga fillimi deri në fund, asaj grua së fortë shkëmbit të granitit, domethënë titujve që me Rozana që I rin mirë si kostum trupit saj. Ka I problem madh, nuk kemi të folë më mas I ka dalë nga Bigu. Pse?
Nuk e di pse, jemi has te korridoret e Top Channel, jemi has te korridoret edhe i kam thënë Rozana pse s'përshëndet, më ka thënë vazhdojnë këto gjërat e Big Brother, mos nxirr gjëra në story që nuk janë të vërteta. Unë atë ditë kisha nxjerr Gjestin dhe Eglin i gjeta bashk, më kupton. Ishin në to frym domethënë. Domethënë për fanza Gjesti dhe Egli janë bashk. Po për fansat janë bashk, për një tjetrin nuk e di se unë nuk flej as me Gjestin as me Eglin. Po dhe në ti që i di gjërat, se po flisim edhe me Unidin çfarë që ti je edhe parashikues shumë i mirë. Po, sepse ke bërë disa postime anajt në storyt e tua gjatë këtij edicioni, postime të cilat ti shihe si një ish lojtar, po edhe strateg, le të themi, dhe ka ndodhur pasi ti ke shkruar. Po që këta të dy po sjellje të marrëdhënies së të dyve. Pasi u kthye Egli në shtëpi, opinionistët dhe familja dhe gjithë tjerët ishin që ajo goca fort që lufton për vete që bën këtë, po si ne dim, jeta na ka kthyer her pas here në ato situatat ku njeriu dëgjon më shumë zemrën se sa arsyen. Edhe unë komentova këtë rast që Egli nuk do dëgjoj asnjë nga këta dhe postoja her pas here një këngë sonte kemi dasëm. Që e mori atë gjë në fund fare. Por që ju uroj suksese shumë të dyve, kam përshtypjen që i do t'i takohen rrugët, nëse nuk do t'i takohen si sa arbi në reklama, apo nëse nuk do t'i takohen jetë personale, pa tjetër në muzikë ose në diçka tjetër, do jenë afër njëri tjetrit. Nuk e di se si kanë marrëdhënie me thënë drejtë, nëse pyesin shumë në rrjetet sociale, po ata kanë ditur t'i mbajnë shehur shumë mirë edhe kur kanë dalë nga Biku. Domethënë kur erdhën Prime thanë që janë takuar dhe realisht kishin ndetur një natë bashk, por që larg publikut, larg shive të gjithëve, për mundohen ta mbajnë këtë gjë kështu dhe mirë bënë. Ana edhe një pyetje kisha unë the në 2 javë. Mund të bësh te 2, jo, një pyetje që merr tani, po the në 2 javët e fundit e dinte që në një farë sensi do e fitonte Gjestja. Ka lidhje kjo pak a shumë me atë shuplakën e famshme, pavarësisht se ajo nuk ishte 2 javë përpara, ishte 1 javë më duket përpara, mos gaboj. A është një pikë që ndroi, le të themi, komplet ekuilibrat e lojës ajo shuplaka? Arbër kishte kalu shumë për me shku deri aty. Domethënë Rozana kishte një moment shumë të mirë në Big Brother kur i kthehet, nuk e di a kanë ndjek edhe Gjeti dhe Egli i thotë doni të jeni me mua apo kundra meje. Në prime time ka qenë kjo pyetja që i bën, e pyet parën Eglin, ai thotë jo s'kam asgjë nga ty, pyet dhe dytin Gjeti dhe ky është momenti le të themi më i lartë i Rozanës të loj. Unë mendoj që atë vendimin nuk duhet ta merrte Egli dhe Gjeti, por duhet ta merrte Rozana. Domethënë Rozana duhet ishte kundër atyre. Jo të jetë atyre këtë gjën. Dhe duke mbaj Gjestin afër, duke falë mbas here, ai me ato shakat e veta, njëri gjunte, njëri ulte, njëri si me të qeshur, njëri si me kështu. Kjo e dëmtoi pak Rozanën lojë dhe nxori pak Gjestin përpara. Domethënë Arbër Big Brother nuk ka shok. Ose mund të ketë shok, po jo shok me të cilin ti garon për ta ndatë çmimin. Se është hipokrite shumë, domethënë që dy vendi parë dhe vendi dytë shkojnë bashkë si shok deri në finale. Nuk ka ndodhur kurrë kjo. Ty të kanë ngelur miq nga Big Brother i yt? Anajt? Ke akoma miq, po? Mua më kanë ngelur? Po. Më Riken e kam më la shoqja. Mbajmë kontakte. Vetëm Riken? Po, Riken kam. Kemi pasur një live me atë vendin e dytë që kam pasur, një bo shoku kemi dalë. Okej. Anajt, me që jemi tek eksperienca jote, ke kaq shumë vite që tashmë e komenton, e analizon, e ndjek me shumë vëmendje. Edhe një farë mënyrë të gjithë jemi pak kurioz se si do ishte Anajdi sërish në lojën e Big Brother, duke qenë se ke fituar një lloj eksperiencë plus fitores tënde, le të themi. E ke menduar rifutjen në Big Brother VIP? Nëse çmimi është 500.000 euro, unë do jemi parit në dera topit në rresht. Tani kam një pyetje për ty unë. Do futesh ti? Ke 500 që apo e mendoj dhe unë, vlla? Futesh për 500.000 euro? Po, 500 që mbyll shumë gropa, kështu që duhet. Me 500 pasaj do helmojmë njëri tjetrin atje, pasaj do thonë në vdekje natyrale. E smersh me Arbër. E shif një goca që nuk është që s'ka konkurrencë, nuk ka mirë. Do me thënë do josheshit nga kjo shumë, çuna? Ajo me thënë drejtë është një eksperiencë që njeriu është e mirë ata bëjnë një herë në jetë,
Po nëse do ta bënte për herë dyti, domethënë unë kam marrë ftesa për qendret e Big Brother, VIP 1-shit, e 2-shit. Pa. Her pas here kam marrë ftesa nga topi për të bërë pjesë e lojës, po them që nëse do ta bëj këtë lojën për herë dyti, duhet ta bëj me gjithë ata që e bëjnë për herë dyti. Jo tem unë një nga ata që vi për herë dyti. Po, që ti jesh në, le të themi, në nivel të barabartë. Sepse në fakt anaj të gjithë ata që kanë hyrë dhe kanë qenë dhe fitues, nuk është le të themi se kanë ja kanë dalë të shkëlqejnë apo më tepër akoma të fitojnë sërish. Arbër, kjo ka ndodhur për disa arsye. Arsyeja e parë dhe më kryesore është që kanë hyrë gjithë nga mesi lojës së mbrapa, nuk ka hyrë asnjë fitues ditën e parë. Gjithmonë kur hyn në një moment të dytë të lojës si pak i jo në favor me tjerët që se i kanë marrë ato tifozat. Kanë nisë loja, domethënë është bërë o me Partizanin o me Tiranën, një pjesë e vogël ngel për Dinamo. Ngel për Dinamo. Kështu që kjo ka qenë një nga problemet kanë përshtypjen. Po ata që kanë hyrë për herë dyti, sigurisht që nuk duhet ta provojnë për herë treti. Mendoj unë. Se egzageruar pastaj. Se i bie të shpërngulesh pastaj. Po, ishte shumë interesante si eksperiencë. I humbur nuk do ditë asnjë nga neve, sepse të gjithë sot kemi qartë që rrjetet sociale, social media na shërben gjithë për bizneset tona, arbitur të vetin, mua për punën që bëj. Është një vëmendje for free, le të themi. Po, fitus ka vetëm një gjithmonë, dhe nëse Big Brother All Stars është në horizont, një fitus do ketë, por që joja dhe spektakolare, eksperienca dhe shumë e bukur, unë dhe isha gati, më të drejtën. Po pasë në për 500 euro. Mirë. Le të lobojmë që të rritet çmimi. Anajd, përpara se ta mbyllim, në fakt nëse ti do të na lejoje të transmetonim pak publicitet dhe të rimerrnim sërish, do të ishte akoma më mirë, si thua? Po me kënaqësi. Okej. Jeni treshe pa refuzush. Ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Pardon, edhe do të vazhdojmë bisedën me Anajdin. Nisur nga ajo që the, e kemi besoj, ë? Po, e kemi në linjë. Nisur nga ajo që the në lidhje me strategjinë e Rozanës, të paktën në sa i përket 2 javëve të fundit, afrimi ose largimi me Gjestin. Sipas teje kjo ishte diçka e gabuar që mund ta ketë dëmtuar atë në lojë, por në fakt, a kishte një personazh i cili sipas teje kishte një strategji shumë të mirë, por nuk ja doli të ishte finalist? Gerta. Gerta, patjetër Gerta. Me thënë drejtën, unë shifja më shumë Gertën se sa Eglin finale. Pavarësisht se Egli kishte dhënë gjithçka për shtëpinë, momentin kur del jashtë për një kohë gjatë, se doli dhe Gerta jashtë, po doli 2 minuta tek ishte tek dhoma tjetër, arena po. Storm Arena. Po kur del nga shtëpia për një kohë gjatë dhe rikthesh prapë, unë nuk është jam shumë tifoz i kësaj natyrës të lojës. Se Big Brother i goca edhe çuna ka një magji që ndodh vetëm nëse ti qëndron brenda shtëpisë. Nëse ti del qoftë edhe 1 metër larg dhe shtëpisë, po të ndryshon e gjithë gjëja. Bravo, ajo gjëja humb. Se ti shef njerëz tjerë me kontakte ku diun, to tani janë bërë kështu i herë javë del secili, se jo doktori, jo psikologu, jo spitali, jo ku diun, kupton dhe se janë vipa, ne nuk kemi qenë vipa. Ne ishim kështu, qa ka i dhe mbarku, po kënoj suret, për se ka ram sy. Ose thuj mos haj supën e arbrit. Ja ka të merë në mend, po boja i lori. Do më thënë po, ka qënë tjetër situatë në atë kom. Kështu që Gerta, si mbas mendimit tim, Gerta ishte një finaliste më se merituar. Edhe unë nëse do isha në vend të Eglit, ato lekët e mia do ja jepsha Gertës, me thënë drejtë. Se finalista paguan tani, Arbër nuk caktum çmim për finalista, valla, se mirë. Quhet 100 euro pastaj për finalist. Domethënë ju tani në Big Brotherin e ëndrave tuaja është çmimi i parë 500.000 euro dhe finalistët nga 100. 1 milion euro shkon vetëm. Kështu ja vlen me qenë edhe finalist. Deri në fund. Kështu i ndrove mendjen dhe lejë. Po futur dorën. Anajd, po kam përshtypjen që do bëhet shumë më agresive situata, kështu që Patjetër që do jetë agresive. Sa aty nuk do zgjedhin në turtët, jo.
po futën aty. Po. Fitusa nuk kemi ngel laj shumë, me thonë drejtën, se janë 30%, 40% e fitusave kanë përvu nga herë. Do me thënë, sipas teje, që ta përmbledhim, ka qenë një Big Brother shumë i suksesshëm, ka patur strategji të mira, ka patur debate shumë të forta, ndoshta edhe 3-4 në të njëjtën kohë, edhe nuk dinim ku ta çonim te BB1 apo BB2-shi. Unë nuk kam qef shumë të bëj zjarre të ndezura gjatë gjithë kohës në shikueshmëri ka qenë maksimalisht janë të i kaluar, domethënë ndoshta pritshmëritë. Kështu që në tërësi, sipas teje që ke vite tashmë që e komenton, jemi në një rrugë shumë të mirë. Unë nuk kam qef shumë, nuk jam tip që as kam qef ku më bëjnë komplimenta, se ne njerëzit që punojmë shumë herë mas herë marrim dhe komplimenta. Do të njerëzit mundohen na komplimentojnë, bravo, ja dole me këtë, po bën atë. Edhe si kam qef të vete, ashtu si kam qef të ja bëj të tjerëve, po realisht të vit Sara Hoxha ka bërë një super Big Brother. Po, vërtet. Në mendimin tim ka mbajt njerëzit ngul jo një herë, po disa herë, sepse ka pas Big Brother atjera i Luizit, po një moment mahet aty, momenti ku doli Luizi nga shtëpia dhe hyri prapë brenda. Edhe kjo domethënë mund të ketë qenë ku e diun dhe në një rast tjetër dhune ose ku e diun Kevina këto ato, po ky Big Brother ka pas momente që ka nis herët, që kur Egli nominoi Xumin edhe futi vetë nominim Gert apo ashtu Gjibani, Jozi, Hyri, ka pasur shumë personazhe. Konstant në vëmendjen e vet, po. Ka pasur shumë personazhe. Këtë vit ka Sara me gjithë që ka bërë një super Big Brother këtë vit. Edhe në fund fare, që është më rëndësishme nga gjitha, e fitoi i dha Cezarit atë që i takonte Cezarit. Po, edhe tani edhe ti me që the nuk dua të komplimentoj shumë, por po jep Cezarit. Atë sepse ka qenë një nga shprehjet e tua në gjatë gjithë këtij rrugtimi Big Brother, teksa komentoje sa i përket lojës të gjithë secilit. Ky ka qenë story parë që kam bërë me Qes. Po, jepi Cezarit atë që i takon Cezarit. Po, ai doli nga një lojë i humbur, le të themi se nuk na takon ne të bëjmë kështu aludimesh, po ishte një finalist i merituar dhe ai si Gerta. Qoftë nëse nuk e meriton dhe fitoren, ishte një finalist i merituar. Nuk e mori dot finalen, erdhi këtu ka rënë nga fillimi, Sara dha mundsinë. Ka pas dhe tjerë që kanë dashur nga Big Brother VIP Kosova me radhë, po Sara ka mbylli me gjestin. Bëri shumë mirë sipas Feniti. Si e gjykon faktin që është i pari fitues nga Kosova dhe ndoshta ai ishte në edicionin VIP, ëh? Në edicionin VIP flas, po. A ishte me fat, le të themi, edhe për faktin që ishin pjekur kushtet, le të themi, për një fitues nga Kosova? Shumë interesante pyetja. Sepse nuk ka pas asnjë, ky është i pari, është vërtet tek edicioni VIP, po që vujti më shumë nga gjithë Arber. Po patjetër. Po ti vesh të gjithë fituesat e Big Brother kanë vetëm një të përbashkët. Se janë gjithë tipa të ndryshëm. Përveç se lojtarët janë tipa të ndryshëm, po dhe gjithë fituesat po të na marrin nga një gjë, po një gjë kemi të përbashkët. Ne jemi njerëz që ndajmë. Po, kjo është kryesorja. Diçka ne duam ta ndajmë. Qetësorin dan, Arbrin dan, Anajdin dan, jetë miri po ashtu, Gjesti, ku e diun, jemi pak babaxhan kur vjen puna për me nda atë bukën me 2 copa, kupton? Vërtet. Ne i kaç po hajt, kjo është e përbashkëta. Gjesti kishte i zemër shumë të mirë, ishte i lojtar, le të themi, shumë dinamik, nga smusi papam, kupton? I jashtë limitave. Nëse bëhet një all-star si vetëm një person që unë kam seriozisht problem është Gjesti. Është nga smus në limite, ka një lojë, domethënë ndryshe nga kjo që jemi mësuar me argument apo me poezi apo me filozofi, loja ditë është drejt për drejt, atakim gjatë gjithë kohës, thuj dy llafe, ha, i ka ne qesh, ktheu prapë lidhe të pishin, me rrobat futen sup kripën, bëj këto, është çike presioni i madh në shtëpi, çike edhe kjo, dhe jo për rastësisht disa banorë ran prej zarfit Ziarbër. Po. Nga veprimet e nga provokimet, po. Po, loja ishte shumë dinamike, domethënë. Nuk mendoja dot që mund të kishte një njeri që të ta mposhte Rozanën këtë Big Brother. Ta them seriozisht, Te kam thënë dhe Rozanën s'kisha shumë besim tek ajo para se të rrinte, por që edhe kur e superoi Gertën isha i sigurt dhe kam postur edhe mia sociale që Rozana një ditë do ta rrezoj Gertën.
edhe duhet vazhdoj një luftë tjetër që për fat keq nuk e vazhdoj. Se duhet lindte luftën me Gertën dhe duhet vazhdonte luftën me Gjertën. Në fakt në një nga darkat i tha, unë nuk e kam më luftën me Gertën, e kam dorëzuar si gjë. Tani e kam drejt për drejt me ty, i tha e Gjestit, dhe e di që e kam me ty. Ja ka thënë gjatë darkës, po. Ti do e kesh djeg më mirë, besoj se. Po, e kam parë më gjatë. Këtë e di sepse kam qenë duke i ndjekur live, edhe sepse po e sulmonin pse nuk e zgjodhe Gertën, ka qenë ai prajmi që dolën të dyja për të zgjedhur finaliste. Edhe po e sulmonin pse nuk the emrin e Gertës. Është një detare që ti heqish kapelen. Domethënë është prapë ngelen një super detare në lojën e si vjetshme. Shumë koherente, shumë e saktë, precize, artiste, po e mirë, shkruaj disa herë aty brenda, përcolli mesazhe që gjithë kanë përshtypjen gjithë se kush nga fituesët duhet t'i përdori ose nga finalistët për të përcjellë mesazhe. Bëj maksimumin për atë lojë, po jo gjithmonë mund të fitosh. Po. Edhe humbja në herë është mësim i mirë. Po. E drejtë, shumë e vërtet. Dhe kam përshtypjen që për herë të parë humbsi uron fituesin dhe deklaron që ishte kushdo ta merrte nga ne të dy ishte e merituar, kështu që ka qenë një finale shumë e bukur. Kur mbarojnë zgjedhjet ta marrin si shembull të gjë. Po. Për herë të parë të bëhet dhe për zgjedhje kjo. Se dhe këtu zgjedhjet janë kështu, ka zgjedhje, ka dhe post Big Brother, Po, vazhdojnë ta. Ja 3 muaj që jo se meritote, jo mi voli. Jo le ta hapen kutitë, jo të rivotohet se kemi balotazhe. Ana, dhe një pyetje tjetër, kush ishte më virali ndër personazhet, sepse po flasim për ata që kanë merituar, ata që kanë mbajtur lojën, po më Memegjiu, ndoshta më Memegjia, ka pas një Memegjie, këtë vit ka qenë Loredana. E lezetshme shumë. Madhe, po. Ja, ishte pa parë, domethënë ato çupe xhaxhaj, edhe një person shumë solar dhe realist e kam taku dhe kur ka dalë tani edhe shumë e këm tok. Po, shumë pozitive. Da kërcohemi dhe ne të gjithë këtu në studio. Shumë pozitive. Anaid, shumë faleminderit. Faleminderit Anaid. Për këtë intervistë. Ju suksese, jeni treshat. Bukur Top Albania. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat sa më mbar në çdo gjë që bën, edhe shumë suksese në të gjithë të botën virale, le të themi, se jemi përfshirë të gjithë tashmë. Do të përqafojmë nga topi, Do të shkëputemi sërish për pak publicitet dhe rikthehemi në Pardon My French. MC Kresha, Lyrical Sun dhe dhurata Dora në Top Albania Radio. Jemi drejt fundit të pjesës së parë të programit, kemi dëgjuar gjëra shumë interesante, Leila. Shikoje si mundësi, se u përmendën shifra 5 dhe më tepër se 5. 200 me një story zemra. Me tek mëngjesa dhe me vetë skuqe. Nuk të ndihmojmë dot me reels, me atë 2 shentate, kupton? Kështu që për gjithë këto shifra kam përshtypjen që duhet ta marrësh në konsiderat si eksperiencë. Me një 5 që bëhem edhe unë Miss California. Niko ajo ka tani. Se nuk e merr në konsiderat. Çfarë halli ke, Leila? Halle personale. Kështu që ka i trend. Halle personale, pa 600 që kam kalamoj. Ti s'ke obligime. Si do kem një ditë, ku i dihet? Lej, çfarë po na mban të fshehur. Kemi sekrete, këto sekretet nuk duan që të dalin. Okej, shumë mirë. Po flisnim me Anaidin ndërkohë dhe unë. Këtë pyetje nuk do t'ja bënim lehtë, se Lej është akoma novel në këtë pjesën e Big Brotherit. Ne ta bëm ty para. Jo, unë thash, nuk mundem, nuk ty para shifrës madhe 500.000 euro të hedhur në Ja, tavolinë. Jo. As për 500 hallo, sa ti shofi aty bashkë kështu. Po sa po e the se je hallo, nuk do të thënë nuk do fitoja. Kështu që e kot sa të më merrte malli për fëmijën, sa të mërzitesh akot. Hallo shukot aty këtë, po s'kam thënë gjë, thotë më kanë detyruar të them që të futem. Ashtu. Atje që dera e para. Se di unë që s'fitoj. E qartë. Si di, e bush shejtani. Po ti ç'ket futem unë? Kur ishim bashk në atë edicion, unë isha 24 vjeç. E njom, si gonxhe. Zjarr, domethënë. Tani
komplet. Kështu që nuk kam plus që nuk besoj dhe shes, më kupton? Nuk I dihet, atë mos e thuaj. As këndoj, as ti këndon me performon që keme tek, kështu që ja, po performoj këtu me ju të dy, që me ziu kam, kështu që e sigurt është. Andaj do të futesh se do të mungojmë ne, qartë. Si po bëjmë tani, sikur po na propozojnë njëri dhe thjesht po marrim vendime, ndërkohë nuk na ka konsideruar askush. Unë them ta mbyllim këtë pjesë të parë, sepse do të bëhemi gati për dyshi në këtij edicioni. Që është Rozana Radi. Në këtë rast e thuhet për njëshin mas dyshit. Po, kështu që do presim Rozin në pjesën e dytë të programit. Ju do dëgjoni edicionin informativ të orës 19 dhe Pardon My French vijon sërish. Deri atëherë, miru dëgjofshim. See you soon. Jemi në pjesën e dytë të Pardon My French dhe siç e kuptuat, është ajo, the one, ja. E dyta e ndonli Rozana Radi. Rofsh, vetëm ti je I mirë me mua dhe unë nuk e di pse. Se ka kuptuar kur. Kemi për ti po për ty. Keni vërë që për ty, po. Në gjithë radioja ka që gjithë lejon, ja? Lejon. A shi për qënë fare të sinqert. Po. Ajo ka qënë po jo gjithë radio mi pse flet në emër të gjithëve. Një sekond, Jonida ne ke pas kështu, nuk e di. 90%. Jonida ka qënë po. Edhe unë kam po tifo para se të martoj Jonida me Andin, që të lidhesh me Andin. Dhe ai shumë bënde sa ne shpeshherë ngacmonim nga pak. Ai disa më kanë ngacmu, po leça bëjnë si të mirë. Në zemër shpirtim, ty të kemi pas gjithmonë. Emra nuk e di pse ti. Të këtë s'po kuptoj. Gjithkohës të kanë brojtur. Dhe Roz, nëse ke për të bërë parashikime për të ardhmen, mos pyet Arbrin, se tha kam një prandjen, tha fiton Rozana. I çova mesazh aty ku ishin lek, kanë prandjen, do fitoj se dhe kur e tek të? Aty finale. Si e gjë me parashikime? Po si e një? Mirë, shumë mirë, nuk kam kështu ankthe, nuk kam probleme, dal normal në rrugë. Shumë mirë dukesh psikologjikisht. Ku e di unë se thonë që kur del që ande ke një ankth madh. Ke nevojë për terapiste. Unë hyra keq dhe dola mirë. Si kumbull dukesh. Të bëj thosha pra se vjen, ke marrë një çere kështu të lezetshme të mirë. Ç'a çere? Në të drejtën të gjithë u habitëm kur u futën, se ti e Rozana Radi zemër, ke fan base-in, të gjithë të njohin. Unë beta pa lek që thua ti. Sa të harxoj qira. E sa shkoj te Laerti poshtë, më mirë po futem aty. Pa lek se pa lek hapi Rozi do të mbaj sa të mbaj shqiptarët. Ja vleti si experience? Ja ka vlet shumë si experience. Po pyet për vetë lesën. Se kam mbledhur lekët e qiras. Këto kohë, si si ableti. Për shembull, 4 muaj që unë nuk kam qenë, ajo zonja që më jep shpinë me qira, ti fali ato 4 muaj apo i pagove? Jo, i paguan ata që e morën me booking shtëpi, se thoshte këtu ka fjetur Rozana, një kat më poshtë Laerti dhe merrte lekë ekstra. Vizitë turistike. Tur. Shtëpitë tuaja tani janë bërë pallat me 2 konkurrente. Di çfarë bote Nami. Nami të pallatit gjysëm. Kishte më shumë Laerti apo ti? Jo, me mami Laerti. Saka Pao është, nuk e di, besoj hit në këtë Big Brother. Madje kemi hapur Instagram Rebekës dhe do filloj të bëj dhe kështu sponsorizime tani. Influencer. Po do bëhet imazh, imazh. Okej, shumë mirë, më vjen të ndjekim. Gjithë kanë përshtypjen, ëh? Patjetër, Rebeka është e pafar, është njëshi I pallatit. Tani të kthehemi pak në seriozitet se. Hajde një herë. Çfarë ke bërë? Po ti bëjmë ca pyetje Arbër. Gati Elis pagu. Okej, vazhdo. Patjetër që do bëjmë dhe pyetje. Serioze jam? Jo, me. Nga një qik I kemi serioze tani, po për te I shakave e tregove realisht pse ke hyrë, do më thënë ishte një moment I rëndësishëm I karrierës tënde, ti vendosë të hyje në një produksion të tillë, por ajo që unë dua të di është a të kuptuan në publik apo ka pasur raste gjatë gjithë këtij rrugtimi që mund të kesh qenë edhe e keq kuptuar?
Shiko, un kam natyrën pak, ma thonë edhe shoqet, kur futem në një lokal, njerëzit mendojnë sa egër është kjo, dhe në momentin që ulen me mua në tavolinë, menjëherë ndryshojnë atë perceptimin që kanë patur për mua. Kështu ka qenë dhe babai im, ka patur një portret shumë të egër, por ndërkohë natyrën e ka pasur shumë çiltër. Mendoj që në fillim nuk jam kuptuar, edhe jam dhe një, ose më mirë të them, ne shqiptarët duam që t'i bien pak rrotull, mos i themi gjërat në sy, edhe kur meritojmë të marrim një gjë të vërtetë, duam ta zbukurojmë atë të vërtetën, sepse na duket sikur na dha më pak. Ndoshta nuk jam kuptuar për vetë faktin sepse shumë njerëzve nuk i pëlqen e vërteta, edhe ndonjëherë duan ta mbulojnë me rër atë të vërtetën. Unë jam një njeri që i them gjërat ashtu siç i mendoj, ashtu siç janë. Drejt për së drejti. Jam drejt për së drejti dhe mendoj që njerëzit që i duan gjërat e vërteta, që i duan njerëzit pasër si ujë, besoj që më kanë kuptuar. Ata që s'm kanë kuptuar, them ta rishojnë dhe një herë bikun se mbase. Se ti shumë i çiftë, ti ke një zemër shumë të madhe, ti një dashuri nga afër. Imagjino Klari kërkonte sup, për shembull, në një moment kur supa kishte mbaruar. Nuk kuptoj që dole dhe shtrik. Nuk e kuptoj se perceptonin ndonjëherë si antagoniste, domethënë pa lidhje, nuk e kuptoja këtë pikpamje. Po, ata që më thonin antagoniste nuk e dinin as kuptimin e fjalës, kështu që unë nuk i ktheja dot përgjigje. Ka ndonjë gjë që do e kishe bërë ndryshe tani që mbaroi që me qet që me Ja, modelin e flokëve ndoshta, po ja. Balluke, e post Big Brother, do ta kisha ndruar komplet. I ke pas vast shumë të bukura. Nuk e dija që ishin bërë virale vëstemi. Janë bërë virale zemra. Domethënë personifikonin ajo pjesët e personifikonin. Ne mendonin se për finale do vaje nuk e di saatën e Tiranës sa ku kisha një palë të mëdhaja fare, i pash unë se nuk i vendosa, po ta dija që ishin bërë shumë viral. Nuk e di do t'i vendosja. Megjithatë, në daljen e fundit do t'i vendos. Në Big Brotherin tjetër. Po tek tjetri. Dhe me qira fjala tek tjetri, do ta ribëje si eksperiencë? Po, 100 herë. Vërtet? Po për zotin. Për 4 muaj Rozi, 4 muaj brenda. Të lezetoj mos paguash Tirana ti, Po, fiks fare, u knaqa. Sidomos po mirë më arbër se ti ju edhe Jonida e keni bërë si eksperiencë. Po si s'më zgjodhën një herë lidere. Imagjino, kishin frikë të më zgjidhin lider. Siguron kush e di ç'do t'i bëja. Jo, nuk po ja, supozojmë që po të zgjedhim ne këtu. Çfarë rregullash do vije? Çfarë rregullash? Çfarë do ndryshim? Unë një herë më dha një mundësia që të bëja, domethënë, fitova diçka për veten time dhe e vure në funksion të spektaklit, u kënaqem më shumë, u kënaqem vajza. Imagjino të kishin bërë lidera më. Imagjino se si do jetonin gocat një javë në shtëpinë e Big Brother. Nuk di domethënë. Çfarë kanë humbur? Shefe për të patur shef. Rozi ka qenë një sezon shumë i ngarkuar emocional. Ashtu ka qenë. Ajo me emocione. Kjo gjë e emocione ka qenë shumë me ngarkesa të forta, shpesh herë dhe negative. Dhe domun kam përshtypjen që nga gjithë Big Brother e fundit ky ka qenë ai më agresiv në debate, më agresiv në konfrontime. Si ja ke dalë, ai e pak krenare për veten që nuk unë të them të jemi sinqert, unë e shikoja dhe thosha po të isha aty, pavarësisht se fshuhem për një natyrë goxha të qetë në raste të caktuara. Kur e mendoja veten në disa situata, aty më dukesh se sikur do eskaloja unë i pari. Pra ka një lloj ke ndjen një lloj kështu krenarie për veten që ke arritur nga fillimi në fund në një Big Brother që ndodhen shumë çuditëra që mbajtet paktën atë gjatë një dite në shtëpi ndodhin 3-4 debate në të njëjtën kohë. Domethënë nëse kthej kamerat nga para banja kishte debat, në dhomë gjumit debat, në sallon debat, në tek Lori kafeja debat. Domethënë unë mendoja me veten time mirë tani live stream kush mund të jetë nga Net 4, domethënë kush debati më i zjarr. Unë me thënë drejtën arbër këtë gjë e kam dhier dhe jashtë. Domethënë njerëz që se të vësh shkopi në rrot është është e rëndë, po që të kem njerëz kundra shumë i kam patur gjatë gjithë jetës time dhe vazhdoj t'i kem. Nuk ka ndodhur asnjëherë që unë të gëzoj shpesh më të them pse s'gëzove ti që shkove në gjysmën finale. Unë si kam gëzuar çmimet e mia asnjëherë nga këta njerëzit që nuk më kanë dash asnjëherë në jetë. Dhe vetëm kam fol, kanë hedh vrerë, kanë hedh as u mishit se gëzova çmimin. Po dhe në fytyrë. Jo, pas krave. Në një herë kështu
me statuse, po edhe ato statuset të mirë menduara. Megjithatë, unë nuk I kam gëzuar as sukseset, jo se jo njerë, po unë kësaj here nuk e gëzova as humbjen, se nuk m'lan ta gëzoja as humbjen. Por po them që ka qenë një Big Brother agresiv, sepse të gjithë shumica ishin personalitete, ishin, domethënë, unin e kam pasur pothuajse të gjithë, unë, dhe çdo kush donte që të zinte vendin e tij. Por varet se si e zë vendin në shtëpi. Domethënë, ose ta flasim kështu shqiptarë, ose do ta zësh me dallavere, ose do ta zësh me gënjeshtra, ose do ta zësh me pislliqe, ose do ta zësh me të vërteta. Të vërteta që njerëzve aty në Big I kanë dhimbtur. Çfarë ndodh atje? Mi vazhdonin bisedat mua dhe mi linin në gjysëm, sepse ishin frikacak ti çonin deri në fund. Dhe kjo ndoshta është bërë edhe leitmotiv që unë I thoj, a jeni frikacak. Por vetë faktin se unë jetën time, qoftë artistike, qoftë personale, private, kam bërë ditën me diell. Nuk kam patur asgjë për t'i fshehur publiku, gjë që se kam bërë as në shtëpi. Fakti që I fillonin bisedat me mua dhe I lini për gjysëm, nuk kishin të aftë sepse çfarë mendonin. Mendonin që duke mi thënë mua, unë ndoshta ja përdorja atë njëjtën monedhë. Më beso që kam ditur më shumë se ç'dinin gjithë banorët për mua dhe nuk ja kam përdor. Shumë pak I kam prekur. Po këto do ja u them pasi të mbyllim. Dhe prapë ke ruajtur qetësinë dhe kur I kam përdorur. E kam ruajtur qetësinë se më kanë thënë je agresive, domethënë unë tregova shumë qartë që domethënë mua ças më bën më prekën edhe prindrit që nuk jetojnë më dhe prapë se prapë u mbajta një lloj distance. Për sa I takon asaj punës do dal që u bë legjend, tani ti ose do dalësh në një moment vështirë kur ti e sheh që ti thua si e ke ruajtur qetësinë, se ti ndjehesh përpara një fakti që thua, o zotëri, po më prek një buton që nuk ja toleroj njeriu të ma preke. Dhe në atë moment ti nuk duron, edhe një njeri thjesht thot, mos ma prek nënën, mos ma prek babën që si mjeton më, mos mi prek disa gjëra të shenjta që I ka, ose do dal, ose do ti menduar realisht ta lësh shtëpinë, sepse thoja me veten time, ore ku do shkoj gjithë ky mllef I madh. Domethënë, unë s'mund të rrit më përmendesh babain ti dhe të rrit të çon sy, them faleminderit që ma përmende. Domethënë, ato të dalura që mi kanë përmendur kanë qenë pjesë e rëndesës që më kanë dhënë banorët e shtëpisë mua. Jo të gjithë, po një pjesë e mirë. Dhe në Big, unë nuk e thash atë se mua s'para më kanë lënë se më flisnin 5 veta sipër. Unë nuk e thash as në post Big Brother. Big Brotherin shumica e lojtarëve nuk e kanë bërë që të fitojnë vet, e kanë bërë që të mbasun. Ky ka qenë Big Brother I shumicës së lojtarëve. Do të thënë edhe fitoria e gjestit kam përshtypjen që nuk është se kanë ndikuar shumë në jetën e tyre, po besoj më shumë. Absolutisht, ata nuk e kanë dashur gjestin, se shiko, po ta donin ata gjestin, ashtu siç thonin mbasi, domethënë pasi përfundoi ose disa afër fundit që u bën të gjithë me gjestin, nuk e kanë thënë ndonjëherë shpreh në kënaqësi për lojën e gjestit. Ajo që ka thënë që gjesti është lezeti I shtëpisë, e kam thënë unë pikërisht kur nuk flisja me gjestin. Domethënë gjërat I kam thënë të vërteta. Këta tani që mbaroi shfaqja, sa e bukur ishte darka. Domethënë, njerë thonë si puna asaj ftesës tani, ftesën për darkë, edhe ama çfarë do shkojmë aty, zbëjna ndaj këtej. Pastaj shkojnë kënaqë thonë, u kënaqën shumë, faleminderit që na nisët ftesën. Këtë kanë bërë me gestin ata. Ndërkohë që unë nuk është se u mërzita unë që se fitova. U mërzita sigurisht u mërzita. Si kushdo që do ishte. U mërzita normal që u mërzita, por unë I kam thënë Gjestit përpara se të shpallej çmimin, ne ishim në shtëpi, pa figurë drita të dy. I thash Gjest, dëgjoj, kushdo që ta fitoj, për mua është më se e merituar. Si e fitove ti? Si e fitova unë? Ky çmim nuk preket më me dorë. Dhe nga ai moment, pasi Gjesti fitoi, unë çmimin e Gjestit nuk e preka më me dorë. Ta gëzoj, uroj që ti shkoj mbar edhe ti shërbej si një trampolin shumë e madhe në karrierën e tij. Po në fakt Roz, cili ose cila ishte rivali yt I vërtet në lojë? Jo, unë nuk kam patur rival, unë rivalitetin e kam patur me veten time. Unë jam munduar që të bëj një lojë të pastër me letra të hapura, e kam thënë gjithmonë. Çfarë kam thënë brenda në shtëpi, e kam thënë dhe ndonë trofimit. Çfarë kam thënë brenda në shtëpi ose çfarë kam dëgjuar nga opinionistët, ja kam kthyer përgjigjen ashtu siç mua më vinte për t'ia kthyer përgjigjen. Loja ime, unë kam jetuar, s'kam bërë lojë. Kam qenë vërtet, shëndetse vërtet. Tani e ke shijuar? Kam shijuar deri në maksimum. Edhe do ta ribëja prapë. Tani sot po të thuash hy brenda, do hy prap. Kush ka qenë më I padrejt me ty në këtë lojë? Ose opinionistët, ose në tërësi në Big Brother, në tërësi? Shika, unë I numërova një ditë, të gjithë kemi qenë 38 banor. Hiq 5, të gjithë pa
të gjithë më ka sulmuar dhe në shumë raste kanë qenë pa drejt në debatet që kam patur me mua. Kam bërë dhe një Big Brother nga jashtë, përveç se kisha këtë brenda, kisha edhe një paralel jashtë. Nuk dija që ty e mbik do bëje 2 Big Brother, po unë bëra 2. A mund ta shohësh ose mund ta shohim gjithë si të favorshme këtë pjesë pra Big Brother në funditës në momentin që krijon content që mund të jetë edhe konflikt apo zilile themi nga personat e tjerë brenda të mban gjithkohës në tav. A mendon që kjo të ka ndihmuar le të themi deri në fund sepse duke të patur le të themi natë duke të kundërshtuar, duke krijuar debate gjatë gjithë kohës me ty sepse sido që ishte, çfarë do lloj situate të ishte në shtëpi, Rozi ishte gjithmonë aty direkt ose indirekt. Në çfarë do lloj situate? Sidoqoftë, un kam patur apo jo debate jashtë, flasim për opinionistët po thua këtu. Edhe brenda shtëpisë. Unë në netët e Prime-it kam qenë gjithmonë e pranishme në situata të caktuara. Unë nuk ishte ditë që nuk isha situata në shtëpi dhe nuk është se i prisja situatat, po i ndërtoja situatat. Unë doja të sqarohesha me njerëzit. Unë isha një njerëz që ulesha me Jonidën për shembull dhe doja që bisedën ta çonim deri në fund. A është aftë Jonida për ta çuar deri në fund? Problemi i Jonidës. Pastaj am kam forcuar. Po, shiko, kanë dobësuar veten e tyre, po unë e kam quajtur veten njëri të fortë si jashtë si brenda, se unë mendoj që atë që kam bërë në shtëpi e jetoj edhe në jetën e përditshme. Kështu që mendoj që më ka forcuar. Tani me gabimet e tjerëve sigurisht më forcojnë mua. Avantazh për ty. Është që momenti më i le të themi dobësia më e madhe që ke patur aty. Pra një moment që ndoshta ke thënë edhe kanë qenë shumë arbre. Shumë. Momenti për shembull që mund të ketë thyer më shumë. Po, ai tash edhe vet nuk kam qef ta është e lëm. Ajo e fëmijës, është ajo e prindërve. Shumë momentet më të vështira që nuk e di se si ka përdir. Ndonjëherë thosha, nëse babai im do ta shikonte do thoshte, "Ore si ka mundësi që nuk da do jetë krenar ky, po e mbroj sa duhet, po prindrit s'ka nevojë të mbrosh, po ne kemi gjithmonë atë minusin ton apo bëj unë atë që duhet bëj gjithmonë, a jam unë ajo që do donin prindrit e mi të isha, domethënë ti fillon pikpyetjet e tua kur të përmenden emrit me emër me mbiemër prindrit, e kupton dhe ti s'dije në M2, ore çfarë po më thon, ore e kanë me mua, e kanë seriozisht, ore si ka mundësi dhe unë vet nuk e konceptoj dot, kem dhe armikun tim më të madh përballë, sidomos në televizion, dhe ti përmend prindrit, domethënë ti përmend prindrit me konotacione, siç më janë përmendur mua. Megjithatë, momenti më i bukur ka qenë ai mandetën, paktën unë kështu kam parë dhe jemi emocionuar gjithë kur të kemi parë, ka qenë surpriza e finale. Surpriza e finales ka qenë, domethënë nga ai moment ishim të gjithë, kështu që merrnim telefon gjithë familjarët, pse. Shumë i bukur ai momenti i mandet, nuk e prisja që ande ta do vinte. Dhe shumë real, le të themi, ishte shumë për te televizionit, ishte një moment shumë i bukur. Kam patur momente shumë të bukura në Big. Kam patur momentin e Andedës, kam patur lecërën e partnerit. Si ta jo shpëtimi ty. Më qenë që po plasi. Më beso që shpëtimi nuk më ka intervistuar akoma. Nuk ka fol fare, nuk ka thënë po pse se bëre kështu. Nuk foli zemra se nuk kam pas kohë, besoj. Kemi pas kohë, jemi takuar shumë pak, më shumë me Lajërtin. Tu bën 3 kafe më në fund me Lajërtin. Ata komandojnë gjithmonë ata kafet, gjithmonë sa kafe kanë pirë, është kurioziteti më i madh që kanë shqiptarët. U bën shumë prajme për kafe tua, kështu që keni qenë kurioz të mdhenj. Shumë kurioz të mdhenj. Mirë që s'm pyetën për rrogën, se për kafet e mora vesh. Po dhe rrogën do ta kenë marrë vesh, se ku i dihet tani. Ndoshta. Tani pas gjithë këtij ekspozimi, njerëzit njohin një tjetër version tëndin që ndoshta nuk e dinin. Çfarë mësove edhe për veten, se ndoshta gjithë kjo eksperiencë do bëri kuptosh që ndoshta nuk e di. Rozan Durimadhja maj. Dhe prapa më vjen historia. Durimadhja. Nuk e dija që kisha kaq durim. Madje disi më thanë shoqëria ime, dëgjoj këtu. Kur durove 38 veta, po tani gjumë zonin këtë flasin. Mos ma hajde mund tavolinë. Mos ta dëgjoj më zërin.
Tani pas daljes Rozi është një tjetër big, le të themi, është ai komenteve, rrjet. Ja, si kanë lexuar fare. Domethënë si nuk e marr fare. Jo, shkova tek posti, kisha parë flesh 2-3 gjëra të vogla. Nuk e para as video pas. Jo, motër, se po të shikoja videot, unë nuk e di se si isha në post, do isha akoma më keq. Por nuk, çfarë do shoh? Çfarë do shoh nga Bigu? Çfarë kam folur pas krave të mi? Jo, ndoshta edhe komentet apo deklarata të ish banorëve pasi kanë dalë për ty. Ja, nuk më interesojnë fare. Unë sërse i kam kushurin, do takohemi në përdasma familjare. Nuk do t'i takosh po ku i dihet mi? Jo, nëse nuk kanë miqtë mi, e kupton? Nuk është. Nuk mendon që ke bërë miq mjaftueshëm. Oli, më kanë sulmuar, po thuaj se vetëm dera banjos ngeli pa. Po bëj pak avokatë djallit, pa ta 5 që the që vetëm këta të 5. Do këta të 5. Jo, imagjinoni nga këta 5 debate. Po, që ti futesh në video. Jo, dhe me ligjen ka bërë debat. Shef për shkakun që kanë sharm, për shkakun, nuk mërzitesh. Me këta që me këta të 5. Po si janë futur pra? Nuk janë futur. Nuk i ka parë. Çfarë do? Mos e fut fare. Pra, çfarë do? Po lëre tani do futem unë kotat edhe ai sqarohemi tash si kanë ndodhur ky rasti. Po lëre tani. Si 30 ditë në 32. Unë e di që nëse ma kanë thënë në sy atje, e di që jashtë pas kamerave do thonë 1000 zezat, kështu që çam interesojnë këta njerëz. Njerëz që nuk kanë fuqinë të mi vazhdojnë gjërat deri në fund dhe ti vën pikë dhe thon ky është mendimi im për ty. Po që flasin kështu? Tash një mirë thot gjesti. Natën e mirë. Tani një kuriositet tjetër patjetër që kemi, ti je gjithmonë një vajzë surprizave në shumë aspekte në gjithë gjërat që ti bën. Rrafsh që më the vajzë. Po, vajzë patjetër. Po vajzë. Je vajzë mi. Tani të gjithë jemi kurioz çfarë do bësh më saj, se duket sikur ke çdo gjë që mund ta bësh në botën e ke fituar çmime. Çdo gjë e ka bërë. Ke bërë televizionin. Çfarë do bësh tani, jemi kurioz. Çfarë ke çfarë pret? Unë do i fus një pilaf tani në banke me pul. Me pace. Që se kam bërë pul. Do bëj festivalin radio televizionit shqiptar. E kam, domethënë, është një ëndër që nuk e kam prekur që me Franco, me thënë të drejtën, ka qenë një nga këngët e festivalit që kam kënduar. Shfaqe librin me poezi, Miseries të Dej Dyshin, me Noizin që ka përfunduar. Me zi pres këtë. Mr. Yesterday. Do e keni me klip? Ku je sot? Në fillim jo, nëse publiku e do me klip, ne pastaj mund ta. Unë jam në albumin e Noizit. Noizi me datën 1 maj do të nxjerrë albumin e tij dhe këngët do fillojnë të lançohen pak nga pak. Nuk e di se kur është kënga jon, është në zgjedhjet të Noizit sepse ai e ke regjistruar para apo pas Big Brotherit? E kam regjistruar pas Big Brotherit. Një ditë pas Idola. Okej. Të pëlqeu kjo? Më pëlqeu përgjigjja. Po, se the shumë gjëra artistike, patjetër festivali, bashkëpunimet janë lekat, me çfarë do i bësh? Lekët? Se tani të gjithë ata që dalin nga Bigu, gjëja e parë që shikojmë është si do ta shfrytëzojmë këtë famën tani, edhe si jemi me koncertet, me gjëra do ta shikojmë. Unë do të filloj koncertet. Do të filloj koncertet, po punoj me disa këngë të reja me Kledi Bahitin. Tekstet kam filluar nga studiovi tani, po punoj për disa tekste, kështu që sigurisht që ti bësh asaj zonjës para pagesë që raj. Domethënë e fillove sërish pas daljes aty ku e le. Po, ku e lash. Domethënë, unë nuk është se gjithmonë kam qenë në pritje për të gjetur ndonjë punë, mua punët më kanë ardhur gjithmonë. Edhe unë jam njëri që punoj, jam njëri që dua punën. Nëse më le pa punë, unë vdes. Unë mund të bëj 3-4 punë ditë, mjafton të punoj dhe kjo është e rëndësishme. Ndoshta njerëzve shumë mi kanë dëgjova në një kështu, e ke parasysh kur ti bën scroll, po. Bravo në Instagram, dëgjova dikë që thoshte po Rozana është këngëtare, është aktore, është guzhinjere, është çfarë më kishte, domethënë, njerëzve i shqetëson fakti që një individ ose një njeri mund të bëjë 3-4 profesione që i ka të suksesshme. Unë mendoj që ka njerëz në Shqipëri që bëjnë një profesion, janë njohur nga ky profesion dhe nuk e bëjnë sa glam këtë profesion, falni për fjalën turke. Po duhet ta flas kështu sepse kështu foli te personi në fjalë, foli domethënë sikur ishte ulur në trotuar. Unë them sa mirë që kemi njerëz që bëjnë 3-4 profesione dhe i bëjnë të sakta këto dhe le t'i hapim dyert këtyre njerëzve dhe të shtohen këto artistët që aty ku duan dhe aty ku shkelin mbin lule, jo aty ku shkelin këta të trotuareve nuk mbin bari.
Tani jemi gjithë kurioz. Kush e takte për ty Mirozi? Bo. Okej, më thënë kanë thënë njerëz të cilët kur kanë bërë eksperiencat e tyre, unë i kam mbështetur, i kam respektuar dhe tani kur ti futesh aty brenda dhe e din që ti nuk ke asnjë kontakt me botën jashtë, dalin dhe mbrojnë njerëz të tjerë. Ti në rregull mund t'i mbrosh shokët, mund t'i mbrosh shoqet, por duhet të jesh koherent për disa biseda që i ke bërë sy me njerëzit e tjerë. E kupton? Unë nuk e di. Jo, po nëse mbron dikë që pëlqen, nuk është të thënë që duhet patjetër të graposësh dikë tjetër që nuk e meriton. Kështu që prandaj nuk i shoh këto. Më mirë hishi fare sepse këta njerëz nuk ma bëjnë pis rrugtimin tim. Nuk më duhen në jetë. Mua nuk më janë dashur asnjëherë në jetë disa njerëz të cilët kanë shkruar për mua gjëra të paqëna. Unë nuk jam më e talentuar në këtë dynja, ka njerëz shumë të talentuar se unë. Po unë mundohem të bëj, siç thotë edhe, siç ka thënë Nën Tereza, gjëra të vogla me dashuri shumë të madhe. Dhe mendoj që publikut nuk i kam fshehur asnjë gjë, dhe mendoj që publiku është inteligjent, publiku nuk e bën dot për budalla, publiku o të do o nuk të do. Dhe çmimet nuk t'i japen jurit, çmimet ti e publiku. Kështu që nëse publiku ka menduar që unë jam e dyta, unë e vlerësoj votën e publikut, ashtu siç kam vlerësuar çdo votë të çdo kompeticioni ku kam marr pjesë. Kam fituar apo jo? Ka të drejtë. Tani me Gjestin pse nuk je friend në follow në Instagram? Pse nuk jam me Gjestin friend? Se e parë kishin komentuar. Se publikon foto Rozana me Gjestin kur nuk jeni as follow. Tani unë Gjestin e kam shumë gjanë dhe ja kam thënë. As nuk s'kemi debatuar, madje u përqafuam në post dhe momentin që Gjesti fitoi unë me sportivitet e mora fitoren e tij. Po për herë të parë dikush që u mbet ka patur atë reagim. Me dinjitet. Dhe Gjesti gjatë gjithë rrugtimit në Big Brother thoshte: "Durata Dora, më bë follow. Dafina Zeqiri më bë follow." Tani ç'a ndodhte? Gjesti më ka thënë mua që mua më ka patur idhull kur ka qenë i vogël. Tani, duke kërkuar tek artistët e tjerë më bë follow dhe mua më pati si hallën e madhe, pres që nipi ti bëj follow hallës një herë. Si fillim, pastaj halla t'ja kthej çokën. Po kjo gjë do ndodhi shumë shpejt, jam shumë e sigurt. Jo, Gjesti si të doj, nuk ka problem. Po me Gjestin mund të bëje një bashkëpunim për shembull? Po, patjetër. Ti e di që unë kam qenë gjithmonë e hapur për bashkëpunime me gjithë artistët. Shumë e lumtur. Në fakt edhe ai e ka thënë brenda Bigut. Patjetër. Nëse do të kishim ndonjë bashkëpunim në këtë Big, mund të ishte me Rozanën dhe me Eglën. Ne do ta kishim bashkëpunimin, madje te Kënga Vajzat. Ne kemi shkruar që është regjistruar në brenda shtëpisë së Bigut. Gjesti dhe unë kemi shkruar tekstin që Gjesti të bënte pjesën e tij, por ishte i ngjirur në ato ditë dhe nuk mundi të regjistronte. Dhe nuk mundi. Doli vetëm pjesa e vajzave që i shkonte për shtat. Por ndërkohë teksti është bërë. Dhe ka qenë një tekst shumë i bukur. Po teksti që ke shkruar tek pasqyra jashtë në Abor? Po, është bërë kënga. Ka përfunduar. E ke bërë dhe ato. Hajde Rozana, hajde. Ka përfunduar kënga nata. Po. Ka qenë shumë e bukur dhe ajo në fakt. Është shumë e bukur me muzikë. Unë jam kurioz tani kur ke takuar njerëz jashtë, ndoshta edhe që si ke njohur, ka bërë përshtypje në një koment, në një këndvështrim që ata kanë patur që ndoshta se gjithmonë familjarët janë gjithmonë pak më ashpër. Familjarët thua? Jo familjarët, njerëz që nuk i njeh në rrugë, për shembull, të kanë bërë ndonjë koment që se prisnje ose që mund të jetë i mirë ose mund të jetë negativ. Tani di si janë këto tifozët. Meritohet ti, se meritoje ti, e meritonte. Këto nuk kam patur ndonjë kështu. Mua përgjithsisht gratë më duan shumë, po tani çuditërisht kanë filluar dhe burrat sepse nga që më duan gratë, më shkruajnë gruaja ime vdes pas teje. Dhe kur duan të bëj një foto, të bëjmë një foto t'ja tregoj gruas. Se përgjithsisht foto bëhet që mos t'i tregohen grav. Po kësaj me Rozin ju tregokan, po me Rozin që të bëj një foto t'ja tregoj gruas. Rozi, po në televizion do rikthehesh me një emision? Patjetër, televizioni është stacioni im. Unë e kam thënë këtë rrugtimin e jetës me këtë trenin e jetës time. Është një stacion që unë do të qëndroj gjatë, sigurisht që do të rikthehem. Tani. Okej. Kaq mjafton. Në post Big Brother, legje pa thënë? Çfarë harrove? Shiko. Që ta thuaç tani tha.
Po nuk është se un kam lënë shumë gjëra pa thënë në post Big Brother, edhe madje kishte njerëz që nuk kishin ardhur në panel, për shembull, shumë që do doje t'i thoje ca gjëra. Rrugtar të këtij Bigu. Por mendoj që ndonjëherë më mirë të heshtës para disa njerëzve që nuk e meritojnë fare as ti kthesh përgjigje. Kështu që nuk mendoj që kam lënë diçka pa thënë në post, se i kam thënë para se të vija te posti. Ku ke takuar nga ish banorët? Asnjë. Po sot ishe me apo dje kur ishe? Dje ishe me Ola. Dje Leila. Të takosh, të lësh takim është gjë tjetër dhe të përplasesh në rrugë është gjë tjetër. Okej, u takuat rastësisht. Jemi përplasur rastësisht me Olën. Livjen po, Livja është në shtëpi time. Vazhdon Livja. Vazhdon me gjithë mama. Për shkak po ty ndelejn Big Brother? Çfarë do ndoshte? Shtëpia ime nuk e di, do kemi 2 Big. Te shtëpia Rozit aty në gjithë do isha edhe si mor, strategjia ime në Big Brother do ishte të isha si mor pas Rozit. Strategjia. Çfarë strategjie? Mori. Nuk do thonin më sqetulla Rozit, për shembull do thonin morri. Morri Rozit. Ba, ja, zemra, unë nuk do rria me ty fare. Vërtet? Jo. Rria unë me ty, s'ka. Ose do vija, do të shkundja dhe po të shmije mua bet 3 orë këtime, se me të shmende, me të shmende. Po, tani që e ke live, ti shoqja ngusht. Po, ja fash. Po si kishe nerva, moj si kishe nerva, moj që flisje 4 orë, moj sqaro. Po çfarë do bënte tjetër, moj? Moj 4 orë. Çfarë do bënte tjetër? Çfarë bëja ti me shakamuri tjetër? Se një që do bëj. I binte. E ka thënë këto ja. Po jo 4 orë me zemra, bam, 2 fjalë, hec. Jo, po nuk kuptoni me 2 fjalë. Se me 4 orë të kuptuan. Ke pas edhe gjëra tjera që ke dashur me thënë se na e ke promuar. Iku tash si ja kam thënë live. S'ka problem. Ideja jo, mjaft tani. Ajo që na intereson, zonjës dhe artiste, është të dim të gjithë pjesën që do të ndodh më pas, që ti e preke pak a shumë, që ka të bëjë me artin tënd, me televizionin dhe me gjithçka tjetër. Pas postit, po ashtu është komentuar edhe përballja jote me Nedën. Mendon që u teprua pak? Nga kush? A mendoj. Sigurisht. A mendoni ju që u teprua se unë sigurisht mendoj fare për këtë gjë. Sigurisht zgjat çik si muhabet. Nga kush? Nga të dyja. Unë. Nga unë. Zemër unë 4 muaj. Domethënë 4 muaj ja tek ndjekim dhe pamjet e golit. Ja Rosana Radit. Në ndeshjen e fundit, si tha Neda dha të kam çuar unë në finale. Po ta dija kështu, do rria ulur në koltuk dhe nuk do flisja fare, do prisja të nçonte Neda. Jo vetëm në finale, po në çdo finale të mundshme. Në që ka duar trokitur nga Egli. Po, ka duar trokitur Egli se i kanë bërë gjërat bashkë, se kur Egli me mendje tjetër. Dhe ndërkohë thonte fjalën e Nedës që mi tha Neda një javë më vonë. Po, te përballja. Po, dhe jo vetëm. Domethënë që e interesante shumë që ta shohësh pa audio se dhe mund ta dubloj tani, dëgjoj. E tha gjëra që do ndryshonte, për shembull, mund të ishte kjo balukja. Po, balukën do ta kisha hequr komplet. Do e kisha hapur ballin. Po ta kisha hequr me këtë fare komplet. Do flasësh me Nedën? Unë s'kam folur me Nedën që të flas me Nedën. Jo, nëse rastisni. Do sqaroni tani pas Do më thënë, është e shkuar dhe e lënë në Big, apo... Shiko, fakti që atë natë nuk më pa në sy se desha t'i thoja dhe janë 2 gjëra të tjera, do flasë është, unë isha në dasëm të Gjesit dhe të Eglit, dhe kur nuk kishte filluar akoma ahengu, i dhash dorën të 2 opinionistëve dhe Arbrit edhe Nedës. Kur ikëm, Neda takoi të gjithë njerëzit, vetëm mua nuk ma dha dorën. Ndoshta nuk më pa nga ahengu madh që kishte në shtëpi. Po të më flasi, do t'i flas patjetër, ta përshëndes, unë jam njëri me norma. Okej. Shumë mirë. U sqaruam. Tani me që do të rifutesh Rozana, nëse bëhet një tjetër Big, le të themi, me personazhet të cilët janë spikatur në All Stars. Mi thuaj një çik këdo doje të kishe bashkë udhëtar. Luizin patjetër. Okej. E kam, domethënë, ka qenë lojtari im i preferuar.
Jul Dedën, patjetër. Julin e marr. A do zihesh me Julin e marr? Po pse jo? Pse jo? Këdo kisha tjetër. Me Julin sa kafe ke pirë, ta sqaron tani që se mos dalim më brapa. Dreka e darka. Ah, okay, domethënë. Me Julin dreka e darka, patjetër Donaldin patjetër. Edhe Romeo se është mund të ishim në një edicion të dy, pa. Jo se do kishit qarë shumë. Një lojtari vetëm. Një lojtari vetëm. Laertin patjetër. Po Laertin që do. Po jo, unë e marr gjithmonë me vete. S'ket komshiu. Nuk jetë komshiu. Nuk më shkon kapja me Laertin. Okej, po interesant do ishte një big i tillë. Jo, po me Laertin do ishte një lojtar me vërtet. Por ndërkohë do loboja edhe për Bonën. Bona. Po Bonën do ta pusja nga mesi kur të shkëputesha unë me Laertin, ta bëja një banor të vetëm. Tani me Bonën flet, se më duk pak në post si kështu. Sikur nuk po e kuptoja. Po shiko, këto janë çuditshëm fare, ëh. Këta në post të thonë ka manipulatorja. Domethënë nuk ka dalë asnjë klip që un kam manipuluar ndonjë gjë. Dhe mbaron Big Brotheri dhe të marrin telefon të nesme. Zemra do pim kafe. Domethënë deri këtu shkon hipokrizia. Nëse un pas kam qenë për ta manipulatore, shumica janë hipokrit. Po, hipokrit të mëdhenj. Shumë të mëdhenj. Domethënë i pas ke kursyer ca. Po s'e kam fare telefonin, ja po të shohësh. Jo, në post Big Brother i pas ke kursyer. Çfarë shkruan Laerti më qafsh? Shkote mesazhet e Laertit, jo, nuk kemi shkruar me Laertin, atë patjetër. Laerti. Kush është mesazhi i fundit të Laertit? Nga do të pimat kafe. Kafe në 5. Shiko tani që ta kuptosh. A ke çik farkosi komshiu? Shiko, mesazhi i fundit është me 16 dhjetor. Dhe më ka nisur Laert Vasili. Zara, shëndroron Zara, të propos. Kur je simpatike, të dashuron. Të pos mjaftoj me zeja, do hanuj zemrën time. Do miroj unë i stegur, hanoj Ruzanën time. Do hanuj zemrën time. Dhe këtë ta ka si Laerti, jo? Të pa si Laerti. Po, më ka thënë që ja kishte dërguar asaj vajzës që ka zemrën e zën. A mendon se ishte një fat që kishte një tjetër se ishin pak a shumë një lloj stature të dy njerëz që nuk e kam pritur unë Laertin as të urtë. Tjepër se zjarr. Më shtukur ndonjëherë sikur e pickoje fshehurazi. Nuk ka shastisur Laerti mua. E pickoje gjë? Laertin është më zjarr, Laerti? Pa. Shiko, kur unë e mora vesh se sigurisht Laerti ka dalë para meje. Dhe unë e pyeta Laert do hysh në Big, më tha mua kam disa projekte tha me teatrin, tha po kam përshtypjen që do hy. Dhe pastaj më konfirmoi. Po ti më tha mua, unë kisha vendosur. Nuk e di, thash. Dhe tani mendoja, thash. O bo, thash unë tani hajde duro Laerti se Laerti është zjarr. Do ti Laerti ishte Laerti. Dhe njëri thosha ore Laert. Ti s'të kam bërë. E kam parë gabim apo të vinte ndonjëherë ti thoje po zgjohur. Sa ka pa zgjohur. Po ja kam thënë 100 herë. Ja kam thënë 100 herë, po zgjohur. Laerti kishte një gjë që nuk shkonte te debati. I priste debatet. Domethënë rinte dhe i priste. Por unë e vlerësoj shumë për njeriu që ka qenë me mua. Domethënë, edhe në ato gabimet që ka bër, Laerti në këtë rrugtim tregoi që u bë një mik i vërtet i imi, se me të vërtet nuk ka qenë mik. Realisht i kam ato kapet me Laert. Ta kam nxjerrë unë këtë. Të kam thënë në një intervistë, apo ta them tani se s'kemi folur. Po, kam thënë që njihen, por Laerti nuk ka qenë në asnjë ditëlindje të Rozit, në asnjë darkë me miq, me ata më të afërtit, se unë i njoh dhe i di. Nuk e di tani kur hyri tha unë tha një Rozin që 5 vjeç, po bëja një llogari unë tani. Kur kam qenë unë 5, kur ka qenë Laerti 5, unë s'kisha lindur akoma. E më mirë si ta kesh. Si ta kesh. Rozin e turojmë shumë sukses. Edhe unë të gjithashtu, edhe unë ju. Presim të na ftosh në të gjitha eventet e tua, sidomos tek pjesa e këngëve dhe serenatave që do të bësh në Korçë. Se pyete pak Xhixhin për një duet me mua.
Do e pyesja po. Një grek e bëre tani një italian do shkon. I duhet tani i shkon për shtat. Plus me Gigi i shkon, ë? Ta flasim si muhabet se e bëra shok. Shkruaj Instagram te. Priti bëj follow një. Si ke bë follow? Mos i bë kur të më bëj gesti mua, do t'i bësh ti Gjixhit. Dhe ti them do bësh një duet me Razonën se Rozi, edhe një herë shumë suksese. Në të gjitha angazhimet që do të vinë tani pas gjithë kësaj eksperience, ne presim që të të shohim të shkëlqesh, siç diti të bësh. Do të vim në Korçë. Jemi për një rrugë një koncert në Korçë. Se kemi koncertin në Korçë. Po, unë do të kem një koncert në Korçë, do të këndoj dhe do të interpretohen disa nga këngët e mia dhe tekstet që unë kam shkruar për vete dhe për tjerët. Dhe i këndosh ti apo artistë të tjerë? Dhe unë dhe artistë të tjerë. Kam përshtypjen që do të jetë shumë e bukur. Unplugged, shumë i bukur. Pra kemi një rrugë për Korçë, shumë shpejt. Dhe sa mirë që Rozi nuk ndryshon asnjëherë. Domethënë se kjo duket shumë bazike si gjë, por sidomos ka eksperjenca si Big Brother kur futen dhe kur dalin njerëzit nga aty ka një lloj ashtu më thotë dhe partneri si ndryshove kur. Kështu ka një lloj deliri të paqen edhe sa mirë që nuk ndryshon asnjëherë dhe kjo të bën më të veçantë nga gjithë tjerët. Rafsh. Dije mua të them të vërtetën Arbër, fama i ndryshon njerëzit, por unë nuk e kam ndier asnjëherë veten VIP të madh shumë, sepse babi ma ka bërë shumë të lehtë të rrugtim. Ai ka qenë një njerëz shumë i dashur me tjerët, e hiqte atë kostumin e njeriu të famshëm dhe gjithmonë unë isha vajza e Ferdinand Radit. Pastaj mësova të ecja me këmbët e mia dhe isha Rozana Radi. Kështu që çfarëdo suksesi kam patur në jetë, unë kam qenë me këmbë në tokë, fama nuk ka ndryshuar dhe nuk do ndryshoj asnjëherë. Kështu që unë jam kjo Rozana Radi, goca e lagjes. Sa i mirë. Tani mbyllim këtë program me gjithë energjitë mirë dhe sigurisht që do të dëgjojmë të mërkurën tjetër. Kalofshi sa më bukur. Ciao ciao. Rozin e keni të dielën në Portokalli, se harruam për këtë detaj. Te kapja braçes. Ciao ciao.